Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve reagoi pas publikimit të një videoje nga gazetari Flamur Nezaj, ku disa të dënuar shfaqeshin duke festuar në qeli me alkol dhe telefona celular. Sipas këtij institucioni, pamjet kanë qenë të njohura më parë dhe dyshohet se janë regjistruar në ambientet e burgut të Durrësit. Për këtë arsye, janë nisur verifikime ndaj zinxhirit drejtues të burgut për të sqaruar përgjegjësitë. Autoritetet bëjnë të ditur se personat e përfshirë në video janë identifikuar, ndërsa disa prej tyre rezultojnë të jenë liruar ose transferuar para janarit 2026. Ndërkohë, kontrollet në burgje janë shtuar ndjeshëm dhe vijojnë pa ndërprerje. Vetëm një ditë më parë në të njëjtin institucion janë sekuestruar disa telefona celular. Pamjet kanë ngjallur reagime të forta pasi tregojnë një realitet që bie ndesh me standardet e sigurisë së lartë që duhet të karakterizojnë këto institucione. Në video shfaqen emra të njohur për drejtsinë shqiptare si Lul Berisha, Fehmi Mziu, Astrit Avdullaj dhe Islam Kasa, të cilët shihen duke festuar me muzikë, pije dhe ambiente komode. Këto zhvillime kanë ngritur pikpritje serioze mbi kontrollin dhe disiplinën në sistemin penitenciar, duke krijuar përshtypjen se kushtet në disa raste janë larg asaj që pritet nga një regjim i rrept sigurie.